Horoskopi ditor e hënë 27 prill 2026. Dashi. Po shikoni brenda vetes, por gjithashtu po qëndroni në kontakt, dhe kjo qasje e ekuilibruar ju shërben mirë sot, i dashur dash. Energjia mirë është me ju për çështjet tuaja praktike. Edhe me projektet krijuese, po qetësoheni dhe po shijoni veten ndërsa e bëni këtë. Është koha për të gjetur zgjidhje vërtet të realizueshme për problemet. Urani sapo është zhvendosur në sektorin tuaj të komunikimit, ku do të vizitoj për vite me radhë. Ky ndikim mund t'ju prezantoj me një gamë më të gjerë, ndoshta eklektike, interesash mendore dhe mund të revolucionarizoj mënyrën se si komunikoni dhe lidheni me botën përreth jush. Do të hapeni dhe do të shprehni idetë tuaja unike më shpesh. Ndërsa mendoni ndryshe, komunikoni ndryshe. Në periudhën që vjen, jeta juaj e përditshme mund të jetë e gjallë, megjithse ndoshta edhe pak e paparashikueshme ose kaotike. Takimet e rregullta me fqinjet të afërmit dhe të njohurit, si dhe aktivitetet e përditshme dhe aktivitetet e biznesit, mund të ndryshojnë në mënyrë dramatike. Demi. Mund të ndiheni të frymëzuar për të ecur përpara drejt një qëllimi, ëndre ose plani personal, i dashur Dem. Idetë janë praktike dhe imagjinative në të njëjtën kohë. Është një kohë e përkryer për të ndjerë i nevojshëm ose i përforcuar për kontributin, këshillat, inteligjencën ose idetë tuaja. Mund të ndihmoni dikë të udhëzohet me këshilla konstruktive. Urani ka kaluar në përshenjën tuaj për shumë vite, por më në fund e ka lënë Demin. Urani filloi të kalonte nga shenja juaj vitin e kaluar, por tani ka ecur vërtet përpara, duke hequr presionin për të pohuar pavarësinë tuaj. Tani, Urani viziton sektorin tuaj të burimeve për vitet në vijim, duke sjellë emocione në financat tuaja, sendet personale dhe konceptin e rehatisë dhe sigurisë. Mund të ketë një ndryshim të papritur në pozicionin financiar, siç është një fitim i papritur ose një dhuratë e rëndësishme, një dëshirë për të shpenzuar ose investuar para, një ide ose projekt i ri që sjell fitime që lind papritur, ose njohuri të reja mbi paratë, aftësinë financiare ose vetvlerësimin. Mund të keni nevojë, ose të dëshironi, të heqni qafe bagazhet e tepërta. Qëndrimi juaj ndaj parave, gjërave, rehatisë dhe sistemit tuaj të vlerave po evoluon. Ekziston nevoja për të çliruar nga lidhjet të caktuara gjatë këtij cikli afatgjallë. Me të ardhurat, ju sfidoheni të mendoni jashtë kornizave dhe mund të kërkoni burime alternative. Kjo mund të jetë një kohë për punë të pavarur ose burime të ndryshme të ardhurash. Gjithashtu mund të përjetoni një ndryshim qëndrimi ndaj grumbullimit të pasurive dhe ose pronës. Binjakët. Një tranzit i dobishëm sot është i shkëlqyer për t'i dhënë një projekti më shumë energji, të dashur binjak. Mund të mbështeteni te ambicia dhe vendosmëria e madhe për ta çuar atë në një nivel të ri. Urani sapo ka kaluar në shenjën tuaj dhe do t'i vizitoj binjakët për shumë vite që do të vinë, është një ndikim i rëndësishëm. Mbani mend, ky tranzit zgjat rreth 7 vjet në përgjithësi, kështu që do të keni pak kohë për të përshtatur me të. Kushtet në jetën tuaj që kanë qenë mbytëse ose kufizuese bëhen të vështira për të toleruar. Është një kohë revolucioni personal. Metodat dhe zakonet e vjetra mund të duhet të zhduken. Imazhi që i paraqisni botës dhe personaliteti juaj mund të ndryshojnë mjaft shpejt gjatë këtij cikli. Ju keni tendencë të përqafoni ndryshimin, të shtyni veten përtej kufive tuaj të zakonshëm, të shprehni tiparin tuaj të pavarur dhe të merrni disa rreziqe personale. Nevoja për të shprehur ndryshe rritet ndërsa zbuloni rrugën tuaj unike. Gaforja. Miq duken sinqerisht të shqetësuar për nevojat tuaja tani, i dashur gafore, ose një ndjenjë përkatësie në një mjedis grupi mund t'ju jap një ndjesi të mirë. Është një kohë e shkëlqyer për të zgjidhur diçka dhe, si rezultat, ndiheni më të përgjegjshëm dhe më të sigurt. Të punosh fort drejt një lumturie personale ose një qëllimi grupi mund të jetë i frytshëm dhe përmbushës tani. Me Uranin që tani po kalon nëpër sektorin tuaj të privatësisë dhe shpirtit për vitet që vijnë, do të kaloni nëpër një proces shkputjeje nga elementet e së kaluarës që kanë ndërhyrë në shprehjen tuaj të vetvetes. Vitet e ardhshme mund të zbulojnë disa skelete në dollapin tuaj, kështu që mund të merreni me to për të ecur përpara, për të rritur, për të përmirësuar dhe për të eksploruar. Me këtë tranzit, bota juaj e ëndrave po bëhet më e gjallë dhe intuita juaj është jashtëzakonisht aktive. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Ky tranzit i Uranit mund të trondisë gjërat me çështje që lidhen me marrëdhënien tuaj me të kaluarën dhe privatësinë tuaj. Luani.
Hëna e kalon ditën në shtëpinë tuaj të dytë diellore, i dashur Luan, gjë që është e mirë për të marrë frymë dhe për të mbështetur emocionalisht. Është gjithashtu një kohë e mirë për të punuar në përmirësimet e stilit të jetës. Ndiheni më të sigurt për atë që mund të arrini dhe jeni veçanërisht të motivuar. Urani sapo ka filluar tranzitin e tij në sektorin tuaj të miqësisë, ku do të vizitoj për rreth 7 vjet. Gjatë këtij cikli, marrëdhëniet tuaja me miq dhe grupet mund të pësojnë një tronditje të vogël dhe ka të ngjarë të takoni njerëz të rinj dhe të pazakontë që ju prezantojnë ide dhe mënyra emocionuese jetese. Ndërsa kërkoni autenticitet më të madh në miqësitë tuaja, mund të përjetoni disa ulje ngritje shoqërore. Ndryshime të rëndësishme janë në horizont në sferat e miqësive, lidhjeve në grup dhe planeve të biznesit. Eksperimentimi bëhet gjithnjë më i rëndësishëm për ju ndërsa ndiheni aventuresk dhe të guximshëm. Virgjëresha. Hëna e kalon ditën në shenjën tuaj, virgjëresh e dashur, duke rritur volumin e nevojave tuaja emocionale. Është koha në muajin hënor për të dëgjuar më me kujdes ndjenjat tuaja. Energjia veçanërisht krijuese është me ju tani për promovim dhe publicitet nëse është e nevojshme. Dita e sotme premton shumë për të krijuar lidhje ose për të komunikuar pozitivisht. Gjërat që ju mbajnë të lidhur, të tilla si telefonat, kompjuteret apo edhe automjetet, gjithashtu mund të kenë një rol të fortë ose mund të përmirësohen. Mund të ketë një ndjenjë të lumtur që mund të përballeni me një sfidë. Mbështetja e dikujt me njohuritë tuaja ose ofrimi i një të dashuri me një nga idetë tuaja të shkëlqyera mund të jetë e kënaqshme tani. Urani tani po kalon në për shtëpinë tuaj të 10 diellore dhe do të vizitoj për rreth 7 vjet. Ky tranzit afatgjat sugjeron disa paparashikueshmëri në karrierën tuaj, projektet profesionale, reputacionin ose imazhin publik. Sidoqoftë, këto fusha mund të jenë gjithashtu shumë stimuluese dhe inovative. Mund të sillni njohuri të reja në punën tuaj, ose qëllimet tuaja të punës ose shëndetit mund t'ju nxisin tani. Ndryshime të rëndësishme janë në proces. Madje mund të zbuloni thirrjen tuaj të vërtetë, ndërsa ndjeni nevojën për të shprehur më autentikisht. Më shumë guxim është me ju për të hapur rrugë të reja. Njerëzit të shohin ndryshe dhe ti, nga ana tjetër, ndihesh ndryshe për imazhin tënd publik. Peshorja. Me hënën e sotme, të kesh pak kohë shtesë për shërim dhe ripërtëritje emocionale mund të bëjë mrekulli për ty, peshorja e dashur. Megjithatë, mund të kesh një dëshirë të fortë për të zotëruar një projekt ose për të zgjidhur problemet dhe je gati për një sfidë. Kjo mund të jetë një ditë e shkëlqyer për vetë zbulim. Urani tani po lëviz në harmoni me shenjën tënde dhe do ta vazhdoj këtë tranzit për rreth 7 vjet. Me të mund të përjetosh një zgjim shpirtëror ose një thirrje për të parë botën, ose ndoshta edhe për ta shpëtuar atë. Mësimi duhet të jetë emocionues ose i përparuar për të mbajtur interesin tënd gjatë kësaj faze të re të jetës tënde. Përvojat e jetës janë të paparashikueshme dhe emocionuese. Është një kohë për të përqafuar ndryshimin dhe për fat të mirë, me uranin që tani lëviz në harmoni me shenjën tënde, kjo ndihet më e lehtë për t'u bërë. Dëshira për të ndjekur një kurs të ri, për të thelluar në një temë të veçantë, për të udhëtuar ose për të filluar përvoja të reja mund të lindë papritur ndërsa dëshiron përvoja të reja. Akrepi. Sot, i dashur akrep, po përqendroheni më me zemër të qëllimet e lumturisë ose të jeta juaj shoqërore. Mund të ketë komunikime të mira dhe të shëndetshme me një partner ose disa reagime pozitive dhe mbështetëse që janë motivuese. Urani sapo ka lënë sektorin tuaj të partneritetit, ku ka kaluar për shumë vite. Gjatë kësaj periudhe, ndryshimet në marrëdhëniet tuaja individuale ishin normale. Tani që Urani ka kaluar në shtëpinë tuaj të 8 diellore, marrëdhëniet tuaja ka të ngjarë të qetësohen pak. Megjithatë, tani është në sektorin tuaj të intimitetit dhe mënyrat se si ndani veten dhe parat tuaja do të ndryshojnë dhe evoluojnë gjatë viteve të ardhshme. Zhvillime të papritura në mbështetjen financiare ose emocionale që merrni janë të mundshme. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë shumë krijuese për menaxhimin e parave, talenteve dhe marrëdhënieve. Gjëja e rëndësishme me këtë tranzit është të hapeni ndaj mënyrave alternative ose jo tradicionale të bërit të gjërave pa hedhur konsiderata praktike në këtë proces. Shigjetari. Përgjegjësitë dhe qëllimet tuaja afatgjata janë në fokus më të fortë sot, i dashur shigjetar. Ka të ngjarë të kënaqeni duke dalë me ide të shkëlqyera për punën dhe ndjekjet shëndetësore. Po gjeni mënyra për ta bërë jetën tuaj më të sigurt në planin afatgjat.
Urani sapo është zhvendosur në shtëpinë tuaj të 7 diellore, ku do të vizitoj për shumë vite që do të vinë. Gjatë këtij cikli, partneritetet dhe marrëdhëniet me të tjerët mund të jenë të paparashikueshme dhe të pazakonta, por edhe frymëzuese dhe emocionuese. Ju tërhiqeni nga, ose tërheqni, njerëz që janë me shpirt të lirë, individualist dhe ndoshta edhe eksentrik ose të pabesueshëm, si partner të ngushtë, ose i tërheqni këta tipa në përvojën tuaj. Ky tranzit tenton t'ju mësoj rreth dhënies së lirisë të tjerëve, përpjekja për të imponuar konvencione ose tradita në një partneritet do të jetë një mësim për frustrimin. Ky trend afatgjat lidh sektorin tuaj të komunikimit me sektorin tuaj të partneritetit, duke e bërë atë një kohë të rëndësishme për ndarjen, mësimin dhe komunikimin me një partner. Megjithatë, rutinat tuaja të përditshme kanë tendencë të stabilizohen ose të barazohen. Bricjapi. Një glënik ajri i pastër është jetike për mirëqenien tuaj emocionale sot, i dashur bricjap. Energjitë e sotme janë të forta për kënaqësi krijuese dhe shprehje dashurie. Të mësosh diçka që të ndihmon të ecësh përpara mund të ketë një ndikim të fortë. Urani sapo ka lënë sektorin tënd të romancës dhe kreativitetit dhe është vendosur në sektorin tënd të punës dhe shëndetit, ku do të kalojë rreth 7 vjet. Ky është një ndikim afatgjat që do të shpaloset me kalimin e kohës. Jeta juaj romantike ka të ngjarë të stabilizohet, megjithse mund të ketë disa ndikime destabilizuese në jetën tënde të punës dhe rutinat e përditshme. Është një kohë kur përmbajtja ndaj zakoneve ose metodave të tua të zakonshme nuk arrin të kënaqë dhe kështu mund të jetë sfiduese derisa të përshtatesh. Je i sigurt se do të zbulosh mënyra të reja dhe më autentike për të shprehur veten përmes rutinave ose punës tënde. Ujori. Ju keni nevojë për më shumë thellësi në marrëdhëniet dhe projektet tuaja sot, i dashur ujor. Këshillat në lidhje me parat ose biznesin mund të jenë të vlefshme sot, dhe planet mund të vinë së bashku me financat, punën ose çështje të tjera praktike. Mund të jeni në një pozicion veçanërisht të mirë për të zhvilluar një projekt ose për të derdhur dashuri dhe vëmendje shtesë në aktivitetet familjare ose shtëpiake tani. Urani sapo ka filluar tranzitin e tij afatgjat të shtëpisë suaj të 5 diellore, ku do të vizitoj deri në vitin 2033, një lëvizje shumë e rëndësishme. Gjatë këtij trendi afatgjat, ju mund të tërhiqni njerëz më të pazakonta dhe marrëdhënie ose argëtime romantike të pazakonta në jetën tuaj. Gjithashtu ka të ngjarë të zgjeroni interesat tuaja dhe të zbuloni talente krijuese të pashfrytëzuara. Mundësi unike për të takuar njerëz ose histori dashurie të pazakonta mund të jenë një gjë e re për ju. Në përgjithësi, është një kohë e mirë për të shprehur veten më lirshëm. Mund të jeni shumë të etur të marshoni sipas ritmit të dallës suaj. Peshqit. Një partner ose mik i mirë mund të jetë në fokus më të fortë sot, të dashur peshq, dhe dëshira juaj për shoqëri ose reagime rritet. Dita e sotme mbart potencial të fortë për përvoja dhe lidhje pozitive. Mund të shihoni një ndjenjë rritjeje dhe pavarësie. Personaliteti juaj shkëlqen. Gjetja e mënyrave të reja për të shprehur veten mund të jetë shpërblyese. Po e shihoni më plotësisht atë që po bëni ose po mësoni tani dhe mund të komunikoni me ngrohtësi të jashtëzakonshme. Urani sapo ka filluar tranzitin e tij në sektorin e shtëpisë dhe familjes të tabelës suaj diellore, ku do të vizitoj për vitet që vijnë. Gjatë këtij cikli, qëndrimi juaj ndaj shtëpisë dhe familjes ka të ngjarë të ndryshojë dhe mund të ketë energji jo konvencionale ose të çrregullt që rrethon çështjet shtëpiake. Nëse vendosni të zhvendoseni ose të ndryshoni në mënyrë dramatike kushtet tuaja aktuale të jetesës ose rutinat shtëpiake, është koha për të bërë gjërat në mënyra të reja. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.